absolut. Edhe duhet shkoj. Do të ndjekim Duda Balje nëse ka ndruar qëndrim apo jo. Presim për pak. Jo, asë një takim dhe qëndrimin kemi një nejtë. Jo. Arsyeja është mos marrëveshje edhe mos mirë kuptim edhe me partia cili ka fitu në zgjedhje, edhe tretmanin cili kemi pas, edhe para zgjedhje, edhe pas zgjedhje, edhe na si parti gjithmonë kam përsëri se na nuk e votojmë kërgjë. Zotër Radine ka deklaruar që ju dhe Zotër Berisha keni shprehur gatishmëri për bashkëpunim me ta, cilat të tjera keni pasur takime me ta, dhe ato që bëni deri në kontrollasish procesit fundit. Po, na kemi taku me Zotërin Ramush Haradinaj, por alon nuk kemi vendos me bashkangjit në grupi parlamentar. Domethënë as unë, as fal? Çka po presna, keni ndonjë ofertë? Jo, ofertë nuk kemi, veç me bashkangjit në grup, por nuk kemi vendos alo. Unë nuk mund me fol për vetëm Berisha, për veti, po nuk kam vendos. Nuk po finalizim. Jo. Po unë jam shumë sigurt se duhet me ecë ma tutje, dhe duhet me gjatë një kompromis, dhe qësh vendos do më thonë shumica mrenda kuvendit edhe na kena me vendos qështu. Faleminderit. Nëse ata bojnë marrëveshje, shumica ka me ndollë. Do më thonë, jam shumë sigurt. Edhe shumë sigurt se jam se duhet me bo. Po, besoj po. Ka me marrë pjesë, do më thonë, është kryesor se s'jam për. Do më thonë, nuk jemi për. Për kundër jam. Kundër. Po sot kam e votu. Po. Faleminderit. Këtë rast, po. E kemi ndjekur deputetën Duda Balje, e cila si duket nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket qëndrimin e saj e ka dhënë qysh në seancat